Ekipi i avokatëve të kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj zhvilloi një vizitë në ambientet e paraburgimit në Durrës një ditë përpara seancës së apelit për shqyrtimin e kërkesës për liri me kusht. Në këtë takim atyre u bashkua edhe Joshua Roberts, përfaqësuesi i studios ligjore amerikane Cassius Benson Torres, e cila po këshillon Veliajin. Në një deklaratë për mediat pas vizitës, Roberts bëri të ditur se ndodhet në Shqipëri si vëzhgues dhe theksoi rëndësinë e respektimit të standardeve ligjore ndërkombëtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sipas kushtetutës dhe legjislacionit amerikan. Akuzat penale ngrihen vetëm kur ekziston një shkak i arsyeshëm që një vepër penale është kryer. Gjithashtu ndalimi i qytetarëve para gjykimit ndodh vetëm nëse ata paraqesin rrezik arratësie ose rrezik për shoqërinë, deklaroi Roberts. Ai shtoi se mbajtja e një politikani në paraburgim pa akuzat qarta dhe pa një rrezik të justifikuar është në kundërshtim me parimet e shtetit ligjor dhe demokracisë. Do të ndjekim nga afër argumentet e apelit për çështjen e kryetarit Veliaj, u shpreh ai. Në apelin e gjykatës posaçme po shqyrtohet sot ankimimi që kryebashkiaku i Tiranës i ka bërë vendimin të shkallës së parë që caktoi masën e sigurisë arrest me burg për Erion Veliajin. Ky fundit po hetohet për korrupsion dhe pastrim parash. Veliaj u arrestua me urdhër të SPAK-ut më datë 10 shkurt, ndërsa prokurorë të çështjes janë Olz Dado dhe Altin Dumani. Masa e sigurisë për Veliajin u caktua nga gjykata e posaçme, më konkretisht gjyqtari Erion Bani. Ndërkohë gjyqtari i apelit të gjykatës së posaçme që do të vendosë nëse kjo masë sigurie do të vijojë apo do të ndryshojë është Ergert Bëllumbi.